që kjo është pjesa që ku mas shumë të më dhem për faktin që une për një me buzë nuk e kam të vome. Zakonisht janë buzë, se janë stër komentu, që ajo më pengon, a dim për shka më pengon? Më pengon për faktin që krejt që ata që e komentojnë pikrisht pjesën e buzës, i kanë femrat krejt 100% që tashmoj me thonë të vome, ose ata burra e kanë një gruës e një vajzë në shpe me të vome. Unë zakonisht, kur e kom një sen vetë, nuk ja kesh i dikuj që ja sho. Më do këtë shumë e ullët prej tëne. I kështë të kesha? Po. Fakte im popullore. Po, është shumë e ullët. Normalisht na e pedim tash, na përshojmë edhe na dalim edhe na i shohem, që kjo është pjesa që ku mas shumë të më dhem për faktin që unë për një me buzë nuk e kam të vome. Sinqerisht, po flasë. Edhe pataro me një farë pike që kom do është edhe me operu. Jam në negociata për me operu, po aj personi cili më ka nalë mësë me bo këtë gjest është Simoni. Sepse shikus nuk e din që në kamerë zakonisht na dalim gjithmonë 6 kg plus. Dalim shumë atë ajun se sa jemi në normale. Dhe une kur fokusona në muhabet, zakonisht në intervista ose në rolet që i kom, hitë se kom parasysh ka po më shkon buza ose qysh po dokna, so e kom parasysh me dhoni përgjigje adekuate, se mu fokusu profesionalisht në rolin që e luj. Po këtë pjesë e kuptoj publikun se nuk e kuptojnë. Zakonisht kur më shohin live, ma pojnë, wow, kejtë ndryshe. Për shembull, tash janë edhe, është, sa i përket teknologjisë, kemi avancu. I kemi do kamera që, ndoshta dhe syni njerit nuk isha do gjana që ti fokuson kamera. Edhe, mandej me live dalojmë shumë, edhe që tu është një pjesë ku ne arsyetoj. Pjesa tjetër është ku arsyetoj se janë të mlefosur mrena vetës vetë, janë të mangët mrena vetës vetë, edhe e shprehin që atë mlef, më dhimën shumë, më dhimën që ka me shumicë të tilë, se në qovë se mu kishin drejtu vetëm mu, isha konë që që veç unë isha linqu, po linquhen të gjithë, linquhen edhe njerës që janë në mosh, që mu më vjen shumë keq, edhe më frigon që këj fakt se e vrej sa të paplotësum shpirtnisht janë edhe sa të mangët janë në mendësi. Apo kupton? Edhe në momentin që unë e filloj mu ndiku prej këtyne personave, atërë realisht unë nuk daloj kur gjo prej tëne. Që që kam dalon mu është që munona edhe mi mirë kuptu, edhe mi anashkalu mës mi marë, se me nisë mu marë, du të me nalë, me mshel këtë farë ma punë e kretë, mës me dalë mu kur. Po ndërhyrjen në buzë që sa po e përmenda e ke pas me bu për shkak që e ke pas kompleks, apo për shkak të komenteve të shumë të që e më bu? Jo, e kom bo për shkak të komenteve asë një herën jetë, e kom dasht me bo për shkak pikrisht të anës profesionale që e ceka që kamerat zakonisht të qesin 6 kg plus, edhe kjo për një me duket në kamerë shumë avulliminoze se në normal. Do me thonë e kom dasht me bo pikrisht për synin të amë kur gjoma tjetër. Po rrim edhe pak të komentet, edhim që je shumë më të nëskenë, qysh je përbalë në dërvite me komentet? Po nisim prej fillimit karierës, qysh je përbalë me komentet? Edhe pse edhim që ma herët nuk kanë qenë edhe ka që kritikus? Ska pas heq ku me komentu. Kur kom nisun e karierën, ka qenë viti 2006, ku nuk kanë egzistu rjetet sociale dhe nuk kanë pas edhe ku me na komentu. Atër ka qenë koha ma e artë, sepse ata që na kanë komentu live, edhe na përmenoj zakonisht kemi marë komentet mira. Komentet jo të mira, thash edhe njëre i kom vlerësu gjithmonë prej personave profesionalist fushës, që nuk është që nuk i kom marë në fillimet e karierës tame.